Çfarë ndodhi? Policia serbe arreston Shako Hoxhën një ditë para ndeshjes me Shqipërinë. Vetëm një ditë para ndeshjes Serbi-Shqipëri, policia serbe ka shoqëruar gazetarin dhe komentatorin shqiptar Dritan Shako Hoxha. Shoqërimi vjen vetëm 24 orë para duelit mes dy kombëtarëve dhe besohet se mund të ketë lidhje edhe me ngjarjet e ndeshjes së vitit 2014, ku Shako Hoxha ishte pjesë e komentit nga Beogradi. Gazetari është kontrolluar disa herë gjatë mbërritjes në Serbi, përfshirë edhe kontrollin e çorapeve të tij, të cilat rezultuan të lara. Pas këtyre kontrolleve, Shako Hoxha është liruar dhe ka deklaruar publikisht: "Unë do të shkoj ta shikoj ndeshjen, veprime të qëllimshme dhe të papërgjegjshme, asgjë më shumë se kaq." Raportohet se policia serbe ka përgatitur lista me emra duke përfshirë gazetar, komentator dhe personalitete të cilëve mund t'u ndalojnë hyrjen në stadium. Situata ka ngritur shqetësime për fridomin e lirisë së mediave dhe ndjekjen e ndeshjes nga tifozët shqiptarë.